këtyre personave që shkojnë në luftë, por të qenurit në kryet listës e emri i herojit e shbënda atë çfarë u artikulua që ishin mercenarë që paguheshin. Si është e vërtetë atyre pagesave që ka marrë të gjithë ata luftëtarë të UÇK-s, për ta sqaruar një herë mirë? Shiko, unë mendoj që zhurma për pagesat nuk është e drejtë. Okej. Nuk është e drejtë. Ata, për shembull, po e marr, megjithëse unë pyeta lidhur me Tahir Sinanin, që është shpallur heroj i kombit, por sidoqoftë heroi i Kosovës dhe ka marrë pjesë në 3 luftat në Kosovë, Maqedoni, ku edhe ka lënë jetën. Por du të them që më fal dikush që bëhet fjalë për një farë Tahir Sinanaj nga Kuksi. Unë nuk jam i sigurt se njeh s'di kush është, por aq sa kam në informata, Tahir Sinani ka qenë oficer i policisë që ka pas një rrogë për sa 20.000 lekë, sa kanë pas atë rrogën policë, një rrogë e vogël, dhe Tahir Sinani ka lënë familjen në Shqipëri, dhe nëse shtabi i përgjithshëm nuk është kujdes për familjet e oficerëve, atëherë nuk është dashur sa ta merr në luftë. Pra ato pagesa janë për familje, për ta kuptuar, pagesa që ishin për familje apo jo? Po, shumica janë bërë për familjen, me siguri që ata kanë pas nevojë me pas para xhepi për cigare, për talione, por kur kanë hyrë në Kosovë e kanë pas më lehtë, sepse familjet i kanë pas të garantuar paktën përkohësisht me ushqime, me kutalione që ka nevojë njëri në familje. Pra nuk ka të bëjë me mercenarë, për këtë doja thoja, pra nuk është... Unë nuk i vlerësoj si mercenarizëm, por mendoj që obligimi ka qenë ky. Dhe ajo, sa i përket Tahirit, po më rezulton që është dikush nga Kuksi me këtë emën edhe mbi emën. Sepse e ka Tahir Sinani, nuk e ka Tahir Sinani si që është në listë. E kuptoj.